Miq Prizmus, ajo që quhet protest një personi, kryetar partie, një organizatori, subjekti politik, një individi që quhet Adriatik Lapaj, sigurisht që është pjesë e groteskut madh politik që ka Shqipëria. Po shikoja se ku ishin problemet e mëdha që elaboronte, thoshte Adriatik Lapaj, i cili donte të vendoste edhe çadra, donte të imitonte Lulzim Bashën e dikushëm para kryeministrisë me çadër, dhe që policia nuk e la, dhe pastaj pjesë të organizimit politik të tyre, Shqipëria bëhet, po e thoshin, shteti që vret. Imagjinoj një person aty që thoshte shteti që vret, që nuk ka idenë se kush është shteti që vret. E para punës, ai shteti që vret nuk lejon që ti të protestosh përpara kryeministrisë. Shtetet që vrasin janë të tjerë. Ai të vret edhe kur del. Nuk ka shtete që të vrasin tash. Mase e paguar më vonë, po jo shtete që të vrasin. Diktatura të tipit që Adriatik Lapaj ka mësuar, i ka lexuar sigurisht, se vetë nuk i ka jetuar. Po kjo është e keqja, se njerëz të moshës tillë duhet t'japin leksione edhe për diktaturat. Kur unë duhet pres leksione diktature nga një njeri që është rrjedhit diktature, person diktature, në familje kudo, domethënë duhet marr unë leksione, unë edhe shumë të tjerë duhet marrim unë me ato që kam hequr unë nga diktatura, që kanë hequr tjerët shumë më tepër se sa unë, po flas për vete. Marr leksion nga Adriatik Lapaj, edhe këtu tash i japin leksione të gjithë, janë 30 vjeça, 26 vjeça, 35 vjeça, 40 vjeça, që t'japin leksione për diktaturën, duke kuptuar që nuk ka të drejtën t'japin leksione nga dhe për diktaturën. Në Shkodër për shembull ka dhe priftëri, 28 vjeç, 30 vjeç, 30 sa vjeç që t'japin leksione për diktaturën. Është e tmerrshme, është e jashtëzakonshme. Nëse ky person tash, i cili deli vetëm aty dhe thotë tras tjerë të vinë për të hequr këtë klip të mafje dhe këtë band, ky këtu thotë që flet kryeministit, ky këtu thotë. Nëse tash unë s'du me mërejt as kryeministin as ato bandat që quan ky, që u hazon fjalët nga Sali Berisha, po du të di që çfarë kërkon ky. Ky kërkonte një qeveri provizore 12 mujorëshe. I vetëm. Pra, miq Prizmus, imagjinoj tash një njeri i vetëm, që është edhe subjekt politik, sepse është kryetar partie, që del vetëm aty, mase dalin edhe 5 vetë, dhe që kërkon qeveri provizore. Imagjinoj çfarë ideje është, edhe avokat ky, është jurist. Dhe çfarë ideje në jurisprudencë ka ky, sa për i këtij tash qeveria duhet t'japi dorëheqjen, dhe duhet t'japi dorëheqjen edhe qeveri. Për Adriatik Lapaj, që po proteston para shkallëve të kryeministrisë, edhe 10 vetave të tjerë, mbas edhe 100 vetave që nuk do bëhen kur, po themi po bëhen. Duhet t'japi dorëheqjen. Mos të pyesi për ato zgjedhje që janë bërë, ti konsideroj nul, pse ka dalë ky Adriatik Lapaj. Ta marrin votën popullore, ta bëj cop-cop, ku vetë ky Adriatik Lapaj ka thënë që dilni, sepse nuk ka kush na e vjedh votën, nuk ka kush na manipulon votën. Ky tipi. Ky ka thënë kështu. Ne do ta mbrojmë votën, si të kemi njerëz atje, si mos kemi njerëz, që ka pranuar rezultatin dhe këta tashi, se del Adriatik Lapaj, dhe përmend mafjen, krimin, ballukin, e ku diun se ç'janë këto, duhet patjetër qeveria, kryeministri i votuar nga populli dhe që ky i ka pranuar zgjedhjet, t'japi dorëheqjen dhe të shpalli, çfarë ka drejt shpalli ky, qeveri provizore, me drejtën e kuj, në cilën kushtetut, sepse shoku ka marruar edhe me që jep leksione për diktaturën, duhet patjetër të më japi mu leksione edhe për jurisprudencën. Në cilin anal politik një qeveri jep dorëheqjen dhe shpall, që nuk ka drejt, sepse është kuvendi që e bën këtë punë, po qeveria, sipas këtij,
të bëj qeveri provizore, 12 mujore, ky cakton edhe muajt. Dhe pastaj nuk jep sqarime, ore, kush do të fusin qeveri, kë do marrin qeveri, qeveri provizore. Për qeveri provizore për çfarë? I kanë gjitha numrat e veta, për çfarë do ta bëjnë qeverinë provizore? Dhe kush do marrë pjesë në qeverinë provizore 12 mujore? Kush? Është një çrregullim mendor i jashtëzakonshëm. Dhe mirë se këtë lloj çrregullimi mendor, politik, filozofik e ka një plak 81 vjeçare, ka pasur gjithmonë kështu. Gjithmonë ta në jetën e tyre kështu. Po e ka dhe njeri, ky që t'jep leksione demokracie edhe diktature. Ky që tregon diktaturën, tregon edhe jurisprudencën, ç'duhet të ndodhi pse ky del përpara kryeministrisë, kaq të rëndësishëm e di veten ky. Luan groteskun, luan, domethënë, po bëj një budallëk, një marrri, mjafton që të dalë në rrjete sociale, i shkon dhe Blendi Fevziu, dhe të bëhet një mishmash folk politik aty, një tragjizëm i jashtëzakonshëm portual, ju se ka fajin, port. Portalist. I cili pastaj jep çmendurin, kontakt edhe me shoqërinë. Kështu gjithkush mund dalin dhe të bëjë një protestë vetën edhe të kërkojë për shembull jo qeveri 12, unë për shembull do kisha kërkuar jo qeveri 12 mujore, unë do kisha kërkuar një, nuk e di, mbase një qeveri ndërkombëtare 6 mujore. Pse mos ta kërkoj? Përderisa kërkon ky avokati, juristi. Po, unë kërkoj qeveri grev, bile unë e bëj edhe me uris, jo si ky që du të një pru me, ky është demeli, nuk do me punu për të nxjerrë bukën e gojës. Këti i bin për të ngrënë, ja përgatisin ose paguajnë edhe ky ha. Se po t'ishte puna, se po proteston, duhet patjetër që të bësh edhe një sakrificë. Sakrificë për çfarë? Që qëndron aty i mbuluar edhe ndrohesh. Kush është sakrifica? Thelbi sakrificës. Ose sakrificën e po ndrohemi. Apo gjejmë 20 veta dhe ato ndrohen vazhdimisht që të rrinë gjithmonë aty ke shkallët e kryeministrisë. Nuk e kuptoj çfarë lloj sakrifice është kjo. Ku e ka themelin? Por po kthehemi edhe një herë në mënyrë të qartë ke kërkesa. Qeveri provizore 12 mujore. Kjo është kërkesa që bën Adriatik Lapaj. Dhe kujt ja bën? Një qeveri që ka 83 vota, që ka dalë nga vota e popullit që ky e ka pranuar, kujt ja bën? Të gjithë e kanë pranuar përderisa janë futur në kuvend. Ata që i pranojnë nuk futen në kuvend. Edhe Sali Berisha bën lojra fjalës, siç ka zakon t'i bëj, marrëzirat e tija politike. Nuk i njohim, thotë, janë zgjedhje që i ka grabitur banda, po aty futet ai me ato 50 vete të tjera që i ka mas vetes edhe që sigurisht nuk përfaqësojnë demokratët e Shqipërisë, përfaqësojnë vetëm partinë e tij. Kurse demokratët kanë votuar çkretet për to. Ato s'përfaqësojnë asgjë. Ky tipi nuk u fut, e futi njerëz të familjes, kushëri dhe ku diun besa baballare në nallar, filloi bëri një mishmash, tash ja akuzon atë Endri Shabanin, i cili me sa duket sot ka për të dalë edhe avokati i popullit. Këta tipa janë të smurët e ri të demokracisë në Shqipëri. Ky është tipi më prezantues i tyre. Ky është një mishmash midis Sali Berishës edhe Edi Ramës. Ky nuk ka lidhje shumë me Edi Ramën, po ka një lidhje, sepse ky ka marrë ca benefice. I ka ca, po të shikosh dalësh në periferi të Tiranës, i gjen disa gjëra. Kur akuzuan drejt për drejti, pastaj u mbrojt në mënyrë jo kaq shumë të qartë. E akuzoi një kolegi i tij që sot është në parlament, Agron Shejaj. Kështu i ndodhi me Endri Shabanin, kështu i ndodhi me partinë e vet, Parti Familje, edhe kështu ndodhi me ata që pastaj shajnë, edhe ky ka një ngjan pak lëvizjes vetvendosje në Kosovë, ka të organizuar tipa kështu që shajnë Facebook. Ka dhe organizime me emra fake, po edhe njerëz normal që shajnë, bëjnë
janë tipat e ri, janë politikanët e ri, janë edhe më zi dhe më keq se sa të vjetrit. Janë më pa edukat, janë më pa parime, janë më mashtrues, më renegat, kauzash, më çuditbërës edhe në kërkesat e tyre absurde. Një person i vetëm që do të rrëzojë një qeveri me 83 vota, që ka dalë nga vota e popullit, dhe që ky kërkon tash se i do bytha këtij, që të bëhet një qeveri tranzitore, për 12 mujore, se ku do shkojë kjo, kush janë parimet, çfarë do të bëjë kjo, çfarë do të ndreqë kjo lloj qeverie që ky kërkon. Dhe kjo është protesta e Adretit Klapajt. Kjo është protesta e tij. Nëse një anë kemi protestat foltore Sali Berishës me ato pak njerëz, dhe marrëzin tjetër të nxjerrjes atij Salinianit edhe Ali Mehmetit për t'i përdorur për të kuptuar se ku i ka tratarët e partisë vet, i lëshoi që të dilnin edhe dolën njerëzit me thanë që jo, nuk jemi dakord, e tash Sali Berisha i di se ku janë, sigurisht i shpall pastaj o renegatës tradhtar, edhe pastaj është Adreti Klapaj. Kjo është opozita shqiptare, në këtë deregje janë ta. Sa t'jenë këta, jo vetëm që do vazhdojë Edi Rama, po është i pashpres i gjithë këtë popull dhe gjithë këtë shoqëri. Kjo shoqëri nuk nxjerr dot një lëvizje tjetër, e cila sigurisht i heqi qafe këta maskarek. Që pastaj të kenë vetëm një kundërshtar politik përpara. Jo armik politik, po kundërshtar politik. Dhe kjo tjetë majoranca sotme edhe Edi Rama. Këta e kanë okupuar, e kanë klonuar opozitën shqiptare. E kanë zbythur ata, e kanë kthyer në një trëndelin e këngë, një marrëzi politike dhe filozofike që ke turp ta përmendësh. Përfshi dhe këtë Adriatik Klapajn që i vetëm kërkon qeveri tranzicioni 12 mujore. Fantastike, si jashtëzakonshme. Kjo ishte e para. E dyta është një pjesë e vogël e fjalimit Azem Ajdarit kur do ta përjashtoni nga grupi parlamentar dhe Sali Berisha do ta shpalte spiun të sigurimit, që thotë kjo demokraci mos art. Kjo demokraci që po bëni ju. Nëse demokracia vjen të mënyrë, mos art kur. Dhe ju demokracinë të sillni me shumë dhimbje. Nëse demokracia vjen të mënyrë, mos art kur. Vetëm të dy batuta, si më thënë. Ai ka thënë dhe gjëra tjera se si kishte zakon merr të turrë dhe smarote kur fjalimin, por kjo kishte rëndësi. Kjo demokraci që doli të bini ju kur mos art. Duke i kritikuar se çfarë bëjnë me grupin parlamentar, çfarë bëjnë me Partinë Demokratike, me demokracinë e brendshme, çka kishin mend ta të binin si demokraci. Dhe disi e mori shpërblimin Azem Ajdari, i cili për vete as e kishte idenë as si qasej kuj demokracinë, ta që konsiderohen sikur kanë prur demokracinë, Azem Ajdari me Sali Berishën. Por Azem Ajdari e psoi. E psoi se ky mjeshtri i tij, bashkëshatari e tij e nxorin prit 50 metra larg selis Partisë Demokratike. Dhe tash e qarë bashkë me familjen e tij, të cilën e kanë në kontroll, sidomos shoqe. Mungon vetëm ajo e bia, me sa duket ajo e di mirë se kush është vrasësi dhe nxjerrësin prit i babait të saj. Kjo skena që sapo tha Azem Ajdari. Nëse demokracia vjen të mënyrë, besoj që ju e kuptoni. Dhe ju demokracinë e kuptoni shumë mirë se çfarë partie është Partia Demokratike e Sali Berishës. Jo demokratët. Jo një pjesë e idealistave, jo një pjesë e qartë e demokracisë shqiptare dhe antarësisë. Nuk kam fjalën për militantët, ignorantët edhe ata derbederët, servil, patronazhistët e Sali Berishës, që dalin e deputet, ose që bëjnë gër në përrethe, periferike, folklorik që kemi edhe këtu në Shkodër. Se kam fjalën për këta. Kam fjalën për demokratët e shkretë që janë zhgënjyer, kanë 25 vjet. Ata kanë 30 vjet, po themi 25 vjet që zhgënjehen. Nga një folk bolshevik, demagog, maskara vrasës edhe kriminali i popullit shqiptar që Sali Berisha, dhe demagog të tillë si Azem Ajdari, i cili në fundit ka mbërrit thot në 2-3 fjalë që duhen, thonë si kjo. Nëse demokracia vjen të mënyrë, kjo demokraci që keni ju mend bani mos art kurr. Këtë spakut e ka thënë. Demokracia vjen të mënyrë, por e pagovi me jetë. E pagovi
me jetë. Arsyeja, ju e dini mirë. Arsyeja ishte bashkëshatari i tij. Bashkëshatari i tij e nxorin prit. Edhe ai e pagur. Dakor?